Mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi në edicionin e radhës të emisionit 60 minuta. Kriza politike me cilën po përballet vendi dhe si po e sheh PDK-ja zgjidhjen për këtë situatë të krijuar ku tashmë kanë kaluar më shumë se 3 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve, e po vazhdojnë kemi as kuvend, mos kemi as kuvend as qeveri, e diskutojmë pas pak në studio me deputetin e PDK-s Vlerta Deliun. Do të flasim gjithashtu edhe për pasojat që sjell vendit i gjithë ky ngërç politik. Por fillimisht ju sjellim lajmet kryesore ditës. Rruga e Kosovës drejt BE-s shkon përmes dialogut e jo veprimeve të njashme, thot komisionerja e BE-s. Sipas saj, komisioni është i gatshëm të përgatisë mendimin për anëtarësim në BE. BE-ja inkurajon Kosovën për liberalizim gradual të tregut të energjisë. BE-ja gjithashtu e gatshme të ofrojë ndihmën e saj financiare me rreth 28 milion euro. 22 persona arrestohen gjatë një operacioni antidroge kundër krimeve kibernetike. Ngrihen gjysmë milioni euro e sekuestruan 129 vetura. PSK-ja demonstron ngadishmërinë operacionale me forcat partnere në Defender Europe 2025. Sipas presidencës, bashkëpunimi tregon se Kosova është e gatshme për anëtarësim në NATO. Komisionerja e Bashkimit Evropian për Zgjerim Marta Kos ka thënë të martën në një debat në Komisionin e Politikës Jashtme të Parlamentit Evropian se Komisioni është i gatshëm të përpilojë mendimin për kërkesën e anëtarësimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, kur Këshilli ta kërkojë një gjë të tillë, por ka nënvizuar nevojën që Kosova t'i formojë sa më shpejt institucionet e veta dhe të ketë parasysh se përpara drejt BE-s lidhet me dialogun me Serbinë. Komisioni mbetet i gatshëm të përgatisë mendimin për anëtarësimin e Kosovës në BE, kur ta marrë një kërkesë të tillë nga Këshilli. Por më lejoni të jemi qartë, rruga e Kosovës drejt BE-s shkon nëpërmes normalizimit të raporteve me Beogradin e jo përmes veprimeve të njashme, ka thënë Kos. Kosova qysh në dhjetor të 2022-s kishte dorëzuar formalisht kërkesën për anëtarësim në BE, por ajo kërkesë asnjëherë nuk është shqyrtuar nga ana e Këshillit. Petar Petković, drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, ka thënë se në takim me emisarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen ka deklaruar që tema kyçe në dialog duhet jetë normalizimi i raporteve dhe formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ai ka thënë se për Serbinë është e papranueshme që kryenegociatori i Kosovës, Besnik Bislimi, të përpiqet ta përfshijë temën për Preshevën dhe Bujanovicin në proces. Dje mund të dëgjonim që Bislimi ka hapur disa çështje të pretenduara për Preshevën dhe Bujanovicin. Këto nuk janë tema të dialogut. E dim se tema e dialogut është çështja e Kosovës dhe pozicioni i popullit serb, formimi i asociacionit dhe se çfarë mund të bëjmë për të arritur paqe e stabilitet në Kosovë nëpërmjet zgjidhjeve të kompromisit që janë të nevojshme për jetesën e serbëve dhe të shqiptarëve, ka thënë ai në një deklaratë për media pas takimit me Sorensenin në Bruksel të martën. Petković ka thënë se ka njoftuar Sorensenin për gjithçka që ka ndodhur në Kosovë. Një ditë më parë në Bruksel takim me Sorensenin pati kryenegociatori i Kosovës Besnik Bislimi. Ai u shpreh se ishte planifikuar një takim trepalësh, por se dështoi për shkak të problemeve në udhtim të palës serbe. Bashkimi Evropian ka ofruar mbështetje për liberalizimin e tregut të energjisë në Kosovë, por se ka shprehur nevojën që kjo të bëhet në mënyrë graduale dhe të kujdesshme. Në Komisionin Evropian thanë se marrëveshja aktuale mes Kekut dhe Keskos është në kundërshtim me rregullat e BE-s dhe se duhet zëvendësohet me një qasje që respekton konkurrencën e lirë. Lulzim Sylla që paralajmëroi se mungesa përgatitjes teknike dhe afateve realiste mund të prodhojë pasoja sociale e ekonomike. Në Bashkimin Evropian vlerësuan se Kosova duhet që gradualisht ta liberalizojë tregun e energjisë elektrike, duke u larguar nga marrëveshja ekzistuese mes Kekut dhe Keskos për tregti me shumicë, të cilën e kualifikuan në kundërshtim me ligjet e rregullat të tregut të BE-s e të rajonit. Në një përgjigje për kohën, një zëdhënës i Komisionit Evropian tha se BE-ja mbështet liberalizimin e plotë të tregut energjetik. Liberalizimi i tregut të energjisë në Kosovë duke skaduar gradualisht marrëveshjen për tregti të energjisë me shumicë mes Kekut dhe Kesko, është i domosdoshëm që Kosova të kyçet në tregjet rajonale të energjisë dhe të BE-s. BSA-ja është në kundërshtim me legjislaturën e vendosur nga BE-ja dhe nga Komuniteti i Energjisë, sikurse është edhe në mospërputhje me parimet e konkurrencës së lirë dhe ndihma shtetërore.
Sipas BE-s, përfitimet nga liberalizimi përfshin rritjen e sigurisë energjetike, integrimin e burimeve të ripërtritshme dhe përmirësimin e efikasitetit të rrjetit me qëllim që në afat të gjatë të ulen çmimet për konsumatorë e biznese. E për të ndihmuar në këtë proces, në Brukselin zyrtar paralajmëruan ndihmë financiare. BE-ja do të jap 28.2 milion euro përmes mjeteve për reforma dhe rritje, nëse kushtet për pagesat përmbushen. Kjo do të ndihmonte në kalimin e lehtë nga një sistem tepër i rregulluar në një mjedis më konkurrues, duke menaxhuar me kujdes tranzicionin për të zvogëluar çrregullimet sociale dhe ekonomike. Vendimi që përcakton se nga 1 qershori kompanitë me mbi 50 punëtor apo mbi 10 milion euro qarkullim të kalojnë në treg të liberalizuar të energjisë elektrike, u përcoll me shqetësime mes bizneseve të mëdha si dhe me protesta. Bizneset që e përmbushin kriterin për të kaluar në treg të hapur e që nuk kanë arritur të gjejnë furnizues, do të furnizohen me rrymë nga Keku, si furnizues i mundësisë së fundit për 2 muaj. Eksperti i energjisë Lulzim Sylla thekson se një vendim i tillë kërkon përgatitje të mjaftueshme teknike dhe afate realiste për të shmangur pasojat sociale e ekonomike. Në momenti kur mirët një vendim i tillë, duhet paktën një periudhë prej 3 deri në 6 muaj të kenë afat minimal të përgatitjes në aspektin teknik, në aspektin e mundësisë të implementimit të masave të eficiencës së energjisë, të prodhimit të energjisë në baza vetanake. E pastaj, në momentin që shihet që tregu është i përgatitur dhe ka gatishmëri për me dalë, atëherë caktohet një afat kohor më i gjatë me qëllim që të ketë sa më pak probleme dhe pakënaqësi në tregtisë. Ai shton se energjia duhet të jetë pjesë e tregut të lirë, por se kjo duhet bërë bazuar në praktika të pranuara ndërkombëtarisht e me kujdes të shtuar. Kalimi drejt tregut të lirë sipas BE-s nuk është vetëm në përputhje me standardet evropiane, por edhe hap drejt zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik e energjetik të Kosovës. Presidentja Vjosa Osmani ka ftuar për të mërkurën në takim subjektet politike për të konsultuar për cakimin e datës së zgjedhjeve lokale. Lajmi është bërë i ditur nga këshilltari për media e presidencës Bekim Kupina. Ai ka thënë se menjëherë pas konsultimeve presidentja do ta caktojë datën e zgjedhjeve. Diskutimet për zgjedhjet lokale bëhen në kohën kur Kosova ende nuk ka qeveri të re si pasojë mos konstruimit të kuvendit të Kosovës. Në anën tjetër, deputetët e Kuvendit Kosovës nesër për të 26 herë do të mblidhen në përpjekje për të konstruar këtë institucion. Përmes një njoftimi, Kuvendi i Kosovës ka bërë të ditur se vazhdimi i seancës konstituive do të nisë nga ora 11. Kjo është hera 26 që deputetët e zgjedhur mblidhen për të konstruar përbërjen e re parlamentare të dalë nga zgjedhjet e mbajtura të nënshkurtit. Ky proces ka ngecur te zgjedhja e kryetarit të Kuvendit. Seanca konstituive ka nisur më 15 prill dhe deri më tash kanë kaluar vetëm 2 pika të rendit të ditës. Te pika 3 që është zgjedhja e kryetarit është bllokuar seanca pasi vetëvendosja insiston në propozimin e saj për emrin Arbulena Haxhiut, propozim ky i cili nuk po gjen mbështetje të partive të tjera. Edicionin e vazhdojmë me informacionet të tjera. Në prani të udhëheqësve më të lartë shtetërorë, përfaqësuesve diplomatik dhe udhëheqësve të lartë ushtarak, Forca e Sigurisë së Kosovës ka realizuar ditën e vizitorëve të shuar të ushtrimit fushor shumëkombësh Defender Europe 2025. Përmes skenarëve operativ të përgatitur enkas për këtë ditë, Forca e Sigurisë ka demonstruar gatishmërinë operacionale dhe shkallën e ndërveprueshmërisë me forcat partnere të ato të rajonit. Në ushtrim kanë marrë pjesë edhe forcat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Shqipërisë, Kroacisë, Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se ky bashkëpunim tregon se Kosova jo vetëm që është e gatshme të kontribuojë në operacione të tilla, por njëkohësisht është e gatshme të bëhet anëtare e NATO-s.
22 persona janë arrestuar gjatë një operacioni policor këtë të martë me kërkesë të prokurorisë speciale për vepra që lidhen me trafikim të narkotikëve dhe krimeve kibernetike. Operacioni është kryer në rajonin e Prishtinës, Pejës, Prizrenit dhe të Gjilanit, derisa janë mbasisur 47 lokacione. Gjatë kontrollit janë sekuestruar lëndë narkotike, 129 vetura, 134.900 para të gashme, 20.000 franga, $490, 13.000 euro para false, 9 ora dore, 36 armë të ndryshme, mbi 1.000 fishek dhe mbi 1.000 copë municione, një prerse për paketim të heroinës, kokainës, laptop, telefona, USB dhe dokumente. Po ashtu janë ngrirë mjete në llogari bankare në vlerë të 500.000 eurove edhe janë vënë nën urdhër ndalues pasurit e paluajshme të pandehurve. Operacioni koduar Qielli i Thyer u mbështet nga një shkëmbim efektivi të dhënave me autoritetet e Belgjikës, Francës, Holandës dhe Europolit, i cili ka siguruar koordinim ndërkombëtar policor, ndërsa u drejtua nga prokurori i prokurorisë speciale, i cili ishte pranishëm gjatë realizimit të këtij urdhri të kontrollit, thuhet mes tjerash në njoftimin e policisë. Një muaj e gjysmë pas daljes publike të të mbjetuarit të dhunës seksuale Ramadan Nishorit, edhe 4 qytetarë me histori si të tij u lajmëruan në qendrat që merren me rehabilitimin e tyre. Nishori në forumin ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë ndau vështirësi që ka hasur si mbjetuar i dhunës seksuale e inkurajoi edhe të tjerët që të mos e hezitojnë e të kërkojnë ndihmë. Ramadan Nishori, i mbjetuar i dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, është bërë frymëzim për të tjerët që të tregojnë atë që kanë përjetuar e që tash po kërkojnë ndihmë. Nishori, pjesë e panelit drejt drejtësisë, forca dhe historitë të mbjetuarve në kuadër të forumit ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë, tha se nga paraqitja e tij publike edhe 4 të mbjetuar të tjerë janë lajmëruar. Bëri thirrje që të gjithë të mbjetuarit e dhunës seksuale të mos hezitojnë e t'ju drejtohen organizatave kompetente për të kërkuar ndihmë. Unë ju bëj thirrje apet, çdo i mbjetuni. Nuk i tham se më njëherë më i tregu familjes, po mas pori janë në për organizata, kërkoni ndihmë me psikolog edhe keni me te kalu. Edhe me bon kryesurja është me bon padi kundër krimit që në ka ndodhur. Vetë rrugtimin e tij Nishori e përshkroi si të vështirë, por tha se gjithçka ka ndryshuar pasi është adresuar qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës. Derisa forcën më të madhe tha se e ka gjetur kur përjetimin e ka ndarë me gruan. Besa i kisha gjysë notës për shpije, dilësha, kohësha, u qëfrimësha dhe u këthesha për sërinje. Dhe, kur i kom të regu bashkërtes, mu hjek e heka edhe një borë bukur të tronë për veti. Se nuk isha tash nevoj me dalë notën me ikë për shpis, me kojtë më qëfrimi. Po, i qojshëm tash hollët bashkë me bashkëshortën. Historinë e saj si e mbjetuar e dhunës seksuale nga lufta në Ukrainë e ndau Alisa Kovalenko. Sfidë për të mbjetuarit sipas saj është mungesa e drejtësisë. Në muajt e kaluar kemi parë këtë cirkun me marrëveshjen për paqe dhe nuk përmendet drejtësia aty. Dhe pa drejtësi po e legalizojmë këtë problem dhe po e lejojmë që të shpërndahet. E ukrainasve, por edhe popujve të tjerë që janë përballur apo janë ende duke u ballafaquar me luftën, do t'ju shërbej përvoja e Kosovës e të mbjetuarve të saj. Sipas drejtoreshës së QKRMT-s Feride Rushiti, intervenimi në kohë është i domosdoshëm pasi trauma bartet në përbreza. Natyra e këtij krimi ushtrohet në prezencë të familjarëve. Edhe fakti kur familjarët nuk kanë arrit me shpëtu, apo edhe kur kanë reagu, kanë humb jetën, janë ndërshku, kanë qëndru si dëshmitar, flet qartë që trauma është prezent me gjitha pasojat e mundshme edhe të anëtarët e familjes. Paneli për të mbjetuarit ishte në mesin e 11 diskutimeve të tjera që u zhvilluan në kuadër të forumit.
Punimet e tij që nisën në një ditë më parë u përmbyllën pas ditën e së martës. Zona Blerta Deli